Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me lajmet më të fundit në fakt që kanë të bëjnë rreth një personazhit që natën e mbrëmshme u bë temë kryesore nga një faqe në TikTok e quajtur Kryefjala. Do të flas për Gimbon. Gimbo ish banor i shtëpisë së Big Brotherit tashmë, i eliminuar i prajmit të fundit të kësaj shtëpie, ka qenë jashtëzakonisht i komentuar për një arrest të mundshëm në momentin kur Gimbo ka prekur territorin e Kosovës. Një arrest që sipas faqes Kryefjala në TikTok do të mbaheshte për 48 orë, më falni, nën hetim dhe nën pyetje për ngjarjen që ka ndodhur me Gjestin. Por pas të gjitha investigimeve që ne kemi arritur të bëjmë, pasi që në Instagramin e Gimbos nuk rezulton asgjë për 24 orë me radhë, Gimbo është në gjendje shumë të mirë. Do me thënë, Gimbo është e vërtet që ka ikur nga Shqipëria, do me thënë ka mbërritur drejt Kosovës, por është në gjendje shumë të mirë. Ai është takuar në restorantin Arbëresh në Kosovë. Shqiptarët e Kosovës e din shumë bukur për çfarë restoranti bëhet fjalë, me Rahim Pacollin, i njëjti i cili ka postuar edhe fotografinë së bashku me Gimbo në Instagram. Së dyti, Gimbo është aktiv edhe në Instagramin e tij dhe ka vazhduar duke ndjekur non-stop Instagramin e Selinës, duke bërë lajka në çdo postim që Selin bën. Por normalisht nga i gjitha i presion që u kalua në shtëpinë e Big Brotherit, nga i gjitha i stres dhe nga përballja menjëhershme që Gimbo pati sa po doli nga shtëpia e Big Brotherit me historikun e Gjestit, Gimbo ndoshta ka preferuar që të jetë i heshtur dhe i qetë. Unë që nga nata e mbrëmshme në fakt që e postova këtë lajm të faqes Kryefjala, fillova që të interesohem jashtëzakonisht shumë se si është gjendja e Gimbos dhe çfarë po ndodh me të, dhe arrita deri në informacione tepër të afërta të miqve të afërt të Gimbos, të cilët më treguan që lajmi, i cili është publikuar në faqen Kryefjala në TikTok dhe në shumë faqe të tjera, është një lajm krejtësisht i re. Gimbo ka preferuar që fotografinë e tij të parë menjëherë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit ta nxjerrë me mikun edhe me shokun e tij Gjestin, ku siç duket, do me thënë, ka vrapuar jashtëzakonisht edhe pas ngjarjes që sot Gjesti rezulton që të jetë i lirë. Në moment do të presim edhe reagimin të parë të Gimbos duke postuar foton me Gjestin apo një foto me familjen e tij dhe për të parë që po kalon jashtëzakonisht bukur në Prishtinën e tij të dashur. Do me thënë, lajmi i cili është publikuar nga faqja Kryefjala në TikTok është një lajm i rem sa po i përket Gimbos. Do me thënë, të gjitha informacione që ne kemi arritur të sigurojmë deri më tani, Gimbo është në gjendje shumë të mirë, vazhdon që të relaksoj njëherë, të rehabilitoj veten e tij pas gjithë kësaj eksperience shumë të gjatë dhe së shpejti me patjetër do shfaqet në rrjetet sociale.